Kur erdhe nga Divjaka në Tiranë, kur më sollën nga Divjaka në Tiranë, i kisha parasysh veten. Fare. Ke gjitha periudhe 2 mujore që po punoj, po lviz, po luftoj në Tiranë, i kam gjuar gjitha. Po ky qa do? Po ky pse erdhi këtu? Pastaj ky na merr vota. Pastaj na prish punë. Pastaj tipi vështirë. E kështu me radhë. Tani po dëgjoj që të thonë, ai del, bëhet deputet domethënë. Jep një ca vota mua. Shikoni, unë nuk e kuptoj këtë del. Se si bëhesh del, se si bëhesh deputet me gojë. Po në fakt, duhet të themi gjë tjetër, që interesi i parë në këtë histori